Prandaj të nderuar, zemra është më rëndësi. Dhe për këtë Allahu qartës e përmeni. Në Kur'an, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Atë ditë nuk do të bën dobi pasuria e as trashëgimtarët, as fëmijët e as përkrahasit e tu që i ke pas. Sa më rëndësi sa fëmijë ke pas, sa më rëndësi sa pari ke pas, ditë gjykimit. Nga se atje shpallet fitore dhe humbja, atje shpallet. E ne po dëshëm që të shpallemi fitimtar tek Allahu Gjalla Gjelalu. E kush shpallet fitimtar? Allahu tha, illa men ata Allah bi qalbin salim. Të shpallet fitues ai që vije me zemër të shëndosh. Do të thonë, një zemër e shënosh. Çka nuk kupton kjo zemër e shënosh? Flasim për një zemër që i ka shpëtuar dy smundjeve të mëdha, që ato smundje pastaj kanë shumë smundje tjera. I kanë shpëtu, kjo zemër i ka shpëtu smundjes së dilemave, të sa të pengojnë pranimin e pakontestueshëm të udhëzimeve të Allahut Azza wa Jall. Dhe smundjes së epsheve që pengon kjo smundje me smundjen e saj në nështrimin e pakontestueshëm të Allahut mënduar. Shumë interesant të ndëruar vëllezër dhe motra, sa bukur Allahu këto puni ka shëruar. Do të thotë, Allahu Gjalla Ola ka dërgu shpallje dhe ka dërgu pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në raport me këtë kujdes hynor për neve, që ne mos të bredhim, mos të humbim, mos të devijojmë, në raport me këtë realitet, që ne timi fitimtar dhe shpërlyet dhe gjykimit, Allahu ka kërku dy reagime nga ana jonë. Që ne dalim kështu, ka shti kësaj shpallje, Allahu ka kërku nga ne dy reagime. Reagimi i parë është pranimi dhe besimi i vërtet, i pakontestueshëm, i asaj që na ka ardhur nga Allahu dhe pejgamberi alayhi sallam. Dhe pastaj, pas besimit dhe pranimit, në nështrimi i pakontestueshëm dhe i parezerë ndaj tërë asaj që Allahu e ka kërkuar nga ne, qoftë në aspektin e veprimit apo qoftë në aspektin e praktikës. Kaq. E armiku nuk e dën këtë reagim. Andaj tenton me e vështirësu këtë reagim, me e kompliku këtë reagim, me smundje që e vështirësojnë lëvizjen e zemrës drejt Allahut mënduar. Ose në aspektin e pranimit, ose në aspektin e nështrimit. Andaj sot gjejmë njerëz që kanë dilema. E përmendën një pyetje më herët. Tek çështja e ringjalljes, kush u kthy prej asaj bote? Për shembull, nuk e kena pa në xhenetin. Disa nuk e kena pa në Zotin. Kjo dilemë që nuk ka reale, nuk ka dileme qëndrueshme, por smundja e bën të pranueshme. Smundja e zemrës e bën të pranueshme. Zemra është smur, është lodh. Dhe si e tillë nuk mund të jetë pjesëmarrëse e fuqishme në betejë. E kur është e smur, nuk është e fuqishme, është e prangosur, e lodhur, a mund të fiton? Shumë vështirë. Shumë vështirë, mos themi ju. Kështu që armiku me aleat e vetë që do të lasim për ta inshallah, synon zemrën tonë. Atë ka më rëndësi. Mund të zbukurosh jashtë sa dush, nuk i bën problem. Parhymosu sa dush, nuk i bën problem. Madje shpesh të nxit në këtë, nëse interesimi i madh dhe kryesor me të jashtëmën është në favor të armikut. Është në favor të armikut. Ndërsa braktisja e zemrës, mos ushqimi i zemrës, mos trajtimi i dur i zemrës është në favor të armikut. Ndërsa në dëmin ton dhe në dëmin e epilogut përfundimtar të kësaj betejë që ne shpresojmë të shpallëmi fitues ditën e gjykimit. Andaj vllai nderuar dhe motra nderuar, zemra që ka më rëndësi. Zemra. Edhe njerëzit sot këtë e përdorin, po gabimisht. Kur do dikush më tregu se është i mirë, i devotshëm, besimtar, çka thot? Nuk thot e kam gjuhën e mirë. Jo, nuk thot. Nuk thot për shembull e kam shpinën e mirë. Jo, çka thot? E kam zemrën e mirë. E dim të gjithë se zemra është më rëndësi.